Jam këtu edhe me këtë trajnerin e skuadrës së Bashkimit. Coach, congrats for the win. But if we go back to the game, the second quarter, you let Proton Cable Prizreni to have a series 15-0. What happened in that second quarter of the game? And then you had a perfect, maybe if we can say, third quarter. Yeah, thank you for congratulations. It was our mentality. We thought we are #1 team in the league. We will win the game without effort. 3 days I'm talking about that. They didn't listen, and that happened. In some moments, or in some, how to say, other leagues or something, you lose game like this. But we showed third quarter that when we want to play defense, we start to play our things. I think we beat them third quarter 31-5. That then we are normal team. Just everything is in the head, and that needs to change. I don't want to see this mentality to think everything is easy, because one time if somebody underestimate, you get punished. Today we had lucky that we didn't punish. We have 4 games more to the end of the regular season. We need to wake up and play like we played third quarter. Thank you very much, coach. Thank you. Good luck. Atëherë ishim me trajnerin e skuadrës së Bashkimit, shkur për përmbledhja atë që e tha, e pyeta se çka ndodhi në çerekun e dytë përderisa skuadra e Bashkimit i laçës Proton Cable Prizreni shkoi në seri prej 15-0, ai më pas në çerekun e tretë u rikthyen fuqishëm, tha që gjithçka ishte në kokë, ne menduam që jemi skuadra e parë në renditjen tabelare dhe gjërat do të vijnë lehtë, dhe tha nuk më pëlqen as pak ky mentalitet. Më pas në çerekun e tretë treguam që dim të luajmë mbrojtje dhe të shfaqim lojë mjaft të mirë, por nuk duhet të lejojmë që të ndodhin këto gjëra, pasi që ndonjë skuadër tjetër do të na ndëshkonte dhe në ndonjë ligë tjetër mund ta humbësh edhe një ndeshje të tillë. Kështu tha që duhet të shikojmë në ndeshjet e radhës, do kemi edhe 4 ndeshje shumë të rëndësishme dhe kjo gjë nuk duhet të na ndodhë në asnjë ndeshje. Atëherë kjo ishte nga deklarata e trajnerit të skuadrës së Bashkimit. Pra çfarë do të jemi edhe me trajnerin e Proton Cable Prizrenit, Arnor Rifatin.